I parlejmërem që kena për ta bloku në ratë natër. A ka pas në reagim më në instancë? Absolutisht më bë. Absolutisht. Jam një banor i fshatit Luz. Kam kërkesën për këtë rrugën, kena bërë disa herë ankesë për me shtru, këta nuk pyesin fare. Këta na kanë lënë mazdore. Se që halli kanë këta nuk di gjë. Ne do në rrugat të rregullohet sikur ka qenë më përpara. Ose do bllokojnë kamionët. Si kamionët këtë ngurore të vinë për Laçi, dëm kruj kalojnë çito kamionët. Kurse rruga s'ashtu fare. Është fabrikë tullëve, janë 2 fabrika të çimentes kalojnë çito. Asnjë lloj reagimi nuk bëhet. Se ka ç'a bën nuk di gjë. As bashkia, as Adam Tiranë. Atëherë bëj 6 herë që ne dalim, përgjigje pas nuk më marrin fare. Protestat do vazhdojnë derisa të marrim një përgjigje. Nuk e di. A ekziston ky shtet, nuk ekziston. Se kuptoj, se marr vesh. Ja, çfarë do? Si e bën? Mendoj. Jemi sot me banorët e Luzit për protestën e radhës, është blloku rruga dhe për këtë arsye ditën e sotme banorët e Luzit kanë vendosur të nënshkruajnë një peticion. Është një peticion i cili është punuar nga avokat dhe inxhinier rrugësh. Baza ligjore e tij është Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë, Konventa Evropiane për Drejtat e Njerëzit, legjislacioni shqiptar, Eurokodi, direktivat e 2008-s, po ashtu edhe shumë konventa të tjera. Kemi marrë vesh që kjo rrugë është rrugë e tipit D. Dhe pa diskutim ne kërkojmë menjëherë paktën 4 gjëra. Së pari, kjo rrugë nuk është projektuar për një fluks industrial prej 2000 trailerësh në ditë, sa që kalojnë këtu, sepse i gjithë ndërtimi i Shqipërisë kalon në këtë rrugë dhe banorët e kësaj zone e vujnë. Së dyti, struktura aktuale nuk përputhet me kërkesat teknike për këtë nivel ngarkese. Së treti, vazhdimi i këtij përdorimi krijon rrezik të drejtë për drejtë për jetën, shëndetin dhe sigurinë e qytetarëve, djathtë tasmeja shkolla, këtu kalojnë fëmijë çdo ditë. Çdo zgjidhje që nuk adreson mospërputhjen strukturore thelbësore përbën zgjidhje të përkohshme teknikisht të papranueshme. Pra, ky është një peticion qytetar që do firmoset nga banorët e Luzit dhe do dërgohet në ARSH për kthim përgjigje zyrtare në raport se çfarë do ndodh me rrugën. Së pari kush e ka në varësi, së dyti kur do shtrohet dhe së treti si do shtrohet, se është shumë e rëndësishme që asfalti të jetë mbi 25 cm që kamionat që presupozohet kalojnë, që nuk lejohen të kalojnë, por së pari ne kërkojmë shtrimin e rrugës, të kuptojmë se çfarë peshë do kenë dhe çfarë dëmi do sjellin këtë rrugë. Duam rrugë, u ka bërë rruga për çut zotit. Nuk ai ke pa makinat. Kemi mall me i çum servis. Kaq vetëm thjesht rrugën, s'ka lidhje punë politike fare. Po disa ta herë si protestoni, ka pas në reagim? Jo fare, s'dim gjë. Asgjë. Si do veproni? Do bllokojmë rrugën, ç'të bëjmë? Si tu të vlesë? Tu